pra me kandidatën që se merë votën e opozitës. Shiqani, opozita, për shembull si rasti jonë, në këtë rasti aleancës, i grupit tonë parlamentar, ne vërtet kemi dalë nga pozicioni opozitar. Pra, nuk jemi në pozicioni opozitar që nuk votojmë kandidatin e vetëvendosjes. Ne votojmë kandidatin e vetëvendosjes për kryetar të kuvendit, nëse është një figurë unifikuese që ne nuk na vjen vështirë me dhënë votën. A mund të jetë zoti Konjuv sa figura unifikuese? Do ta diskutojmë këtë, pra mund të jetë. Ai plotson ato parametrat. Mund të jetë, nuk besoj që nuk kemi biseduar për zotin Konjufça në grup, po duhet ta diskutojmë, po mund të jetë zoti Konjufça, pra ka emra në vetëvendosje, tash unë nuk po ham çili se ata po e marrin arsye pse kemi çek dy emra më herët. Edhe zonin Bukujeshi e zonin Selimi, ka qenë edhe për faktin se kandidatja ishte femër, edhe në respekt edhe të gjinish, edhe të krejt parimeve demokracisë tonë që është një demokracisë